Përshëndetje të dashura Krepër, mirë se erdhët në Letra Trofej në Jamdiana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur, kjo javë për Krepin duket si një javë, ta them, ndryshimesh të forta dhe mbylljen e disa kapitujve, diçka po preni me gërshër, po përfundoni. Mund të ketë situata që ju detyrojnë të përballeni, të dashur Akrepër, me disa sfida ose me disa njerëz që nuk kanë qenë plotësisht të sinqert me ju. Por, në të njëjtën kohë, kjo është dhe një javë ku mund të arrini një përfundim të rëndësishëm dhe të hapni një fazë të re në jetën e juaj. 7 të shpatës. Për çfarë po flas pra? Kjo letër shpesh tregon një situatë ku duhet të jeni shumë të kujdesshëm me njerëzit përreth. Mund të jetë që dikush nuk është plotësisht i sinqert. Një situatë ku nuk ju tregohen të gjitha, ose një person që vepron fshehurazi. Këshilla e kësaj letre thot, apo kjo letër ju këshillon, mos i besoni verbërisht të gjëje që dëgjoni, të dashur Krepër, vëzhgoni më shumë se sa flisni. Dhe kulla këtu që tregon ndryshimin e papritur ose një situate që mund të trondit pak planet tuaja. Mund të jetë një lajm i papritur, që do kthejmë pas pak të kjo, një e vërtet që del në dritë ose një situatë që ndryshon drejtimin e një çështjeje. Pse ndodhin kullat? Mendimi im që bazuar në moshën time, bazuar në eksperiencat që kam patur dhe me njerëz dhe me veten time, kullat nuk ndodhin thjesht për të na tronditur dhe për të na prishur gjërat. Çdo gjë ndodh për një arsye. Kjo kull duhet të ndodh për t'ju hapur syt. Ky lajm i papritur do bëj ndoshta në moment do ju trondis, por që do të kuptoni shumë gjëra, do t'ju hap syt. Pra, një situatë që ndryshon drejtimin e një çështje që do jetë absolutisht në favorin e juaj. Është më mirë një e vërtetë e hidhur se sa një gënjeshtër e ëmbël t'ju mbaje peng në atë që s'duhet të jeni. Mos u përpiqni të mbani me forcë diçka që po shëmbet, të dashur Krepër. Pranoni ndryshimin dhe përpiqeni të shihni çfarë po hapet pasaj. Kjo është ajo me rëndësi. 9 të monedës tregon më në fund letrën e pavarësisë dhe stabilitetit personal. Një moment ku ndjeni më të sigurt në veten e juaj, kuptoni ca gjërat po shfaqen, po dalin në pahë, mashtrimet, planet, ku di unë. Tani nuk do të thot patjetër ato që them unë, po diçka në këtë sens, në këtë formë. Një arritje personale është arritje personale të gjeni atë personin që ishte dinak, apo situatën që nuk ishte në favorin e juaj, dhe kështu. Një arritje absolutisht personale, pra, ose një situatë ku kuptoni që mund të qëndroni shumë më mirë edhe vetëm. Vlerësoni atë që keni ndërtuar deri tani. Nuk është pak, Krepër. Prandaj të mburrini me atë çfarë keni arritur dhe çfarë do arrini të paktën këtë javë. The World, bota, është një nga letrat më pozitive për përfundime dhe arritje. Çfarë mund të ndodhë në fund të javës? Kjo javë, një situatë që mund të mbyllet përfundimisht dhe ju të ndiheni sikur keni kaluar një fazë të rëndësishme të jetës. Kjo mund të jetë përfundimi i një cikli, një arritje personale ose një ndjenjë që një kapitull po mbyllet me sukses për ju, një gjë po e kuptoni dhe po e përmbyllni aty dhe një tjetër po hapet. Të dashur Krepër, edhe nëse disa gjëra ndryshojnë papritur, ato po ju çojnë drejt një përfundimi më të mirë dhe një fillimi më të ri dhe më të mirë për ju. Mos keni frikë nga ndryshimet e forta. Ato shpesh janë mënyra që jeta përdor për t'ju çuar në nivelin tjetër apo në drejtimin ku duhet të jeni.